Përshëndetje miqit të Gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Po fillojmë emisionin Dialog me Lajm të 13-in me radhë, ku të ftuar të emisionit kësaj radhe kemi përfaqësuesin e lartë e Aleancës për Shqiptarët, zotin Azir Aliun, kurse me mua në emision bashkëdrejtues apo në cilësinë e analistit të përhershëm të Gazetës Lajm do të jetë zoti Florian Nesimi. Mirëserdhët. Faleminderit shumë. Zoti Aliu, apo në tregoni kështu apo në qartësoni neve qytetarëve pozicionin tuaj, se tani shohin se ka disa vlime në kohën e fundit në Aleancën për shqiptar. Taravari dhe 4 deputetët dolën nga shumica parlamentare, dolën nga qeveria. Një pjesë e bashkëpunëtorëve të afërt siç jeni ju, zoti Arben Fetaj, mbetet në qeveri. Cila është e vërteta, cilat janë ato zhvillimet e fundit në subjektin tuaj politik? Tash po të nisemi në retrospektiv, nga 2015 si Aleancë për Shqiptarët, në gjithkohës narrativi jon është ndërtuar mbi këtë qeverisjen e partive në atë kohë. Sidomos e dim që jo vetëm partitë shqiptare, gjithsesi të gjithë partitë që kanë qenë në qeveri, po kryesisht pasi që jemi parti shqiptare, fokusin e kemi pasur të analizojmë si shkojnë proceset dhe ngritja e vlerës të infrastrukturës dhe të ngritjes së cilësisë së qytetarit shqiptar. Neve gjithkohës kemi folur që ajo qeverisje nuk është qeverisje që bën një infrastrukturë e pëlqyeshme për qytetarin, një infrastrukturë që të rrit do ta shohim veten dhe perspektivën e tyre. Pastaj në 2024, mos që për hir të kohës të baj skip të disa hapave, le të themi, vendosëm që megjithatë kishte indikator që thuheshin, edhe kryetari i partisë zoti Taravari në atë kohë, thonte që është mirë të jemi pjesë e qeverisë, që të tregojmë një qeverisje ndryshe dhe të mundohemi që të optimizojmë proceset brenda për të mirë të qytetarëve. Dhe ne e pranuam. E kemi pranuar dhe e mbështetëm jashtëzakonisht fuqishëm, si në aspekt të ndihmës intelektuale, ashtu edhe morale e kështu me radhë. Dhe u bëm pjesë e qeverisë. Pra, gati një vit ne ishim pjesë e qeverisë bashkë me BDI-n dhe LSDM në atë kohë, ku besoj që dham një pasqyrë ndryshe se si mund të qeverisish pa bërë abuzime me qeverinë dhe me pushtetin që të është dhënë për të mirë të qytetarëve. Dhe në atë periudhë përsëri erdhi momenti që kryetari i partisë mendonte që tani duhet, është momenti pasi që analizat politike, strategjia politike kështu me radhë, është momenti që të dilet nga qeveria, të shkohet me opozitën në atë kohë me Lenin, me të vetmin qëllim që të krijohet narrativi opozitar kundër një, le të themi, keqpërdorimit të institucioneve shtetërore 22 vjeçare, dhe përsëri unë në atë kohë si ministër i shoqërisë informatike dhe administratës dhe kolegu Fatmir Mexhiti si ministër i shëndetësisë, të parët ishim që e përkrahëm dhe dolën kundër narrativit që neve duhet të ngelim, se në atë periudhë kishte një grup bashkëpartiakësh që mendonin që nuk është mirë ai hap të bëhet. Ne pranuam atë, duke menduar se vërtet ka një strategji, le të themi, të paktën 10 vjeçare për zhvillimin e partisë si parti, le të themi, me një narrativ të ri kështu me radhë. Tani çka na ndodhen pas asnjë vit, dikundin 24 qershor më duket morën postet ministrore, përsëri kryetari i partisë del me narrativ që tani duhet të kthehemi pas dhe duhet të dalim nga qeveria, tani të shkojmë përsëri me një në koalicion, tani në një shoqëri të përbashkët me ato që 22 vite, me decenje ne kemi luftuar për keqpërdorim dhe jo transparencë për qytetarët. Dhe këtu tash dilema hapet, atë ndjekim me sy mbyllur kryetarin e partisë dhe të vazhdojmë atje ku mendon ai që është mirë, pa i na dhënë një shpjegim të detajuar me indikator matës se si do të bëhet dhe çka do të bëhet, ose duhet të ndjekim intuitën dhe analizat që i bëjmë brenda dhe të shohim se kush është thjesht rruga e drejtë. Për ta dish kush është rruga e drejtë duhet të kesh koordinata. Pa koordinata ti je i humbur dhe nuk din je majtas apo je gjatës në atë rrugë. Nga ana tjetër, partitë politike dhe kryetarët në partitë politike nuk mund të jenë mbi partinë politike. Do të thonë, mbi partinë politike po të jetë ndonjë kryetar, nuk kupton që është sekt, nuk është parti politike. Pra ne kemi të drejtë dhe të gjithë anëtarët e partisë kanë të drejtë të thuan dhe mendimin ndryshe.
nuk hasin në kjo është një periudhë goxha e gjatë që neve tani analizonim pse kështu e çka ndodhen. Në fund, për fat keq, u bë edhe një, le të themi, ndarje brenda në Aleancën për Shqiptarët dhe sot jemi këtu ku jemi. Ne pra, unë personalisht dhe grupi që përfaqësojmë i Aleancës për Shqiptarët, mendojmë që në qeveri duhet të rihet dhe të bëhet ndryshimi, se në opozitë shumë kollaj të dalish dhe të flasish për narrative të ndryshme, pasi që përgjegjësia është shumë e vogël. Por ama në momentin kur ti je gati asnjë vit në qeveri dhe ku vjen momenti të japësh përgjegjësi për çka ke punuar, ti thua tash do të dalë dhe të kritikoj qeverinë, unë mendoj personalisht që nuk është në rregull. Zoti Aliu, ju e keni shoqëruar kohëve të fundit e zonës kryeministrin Arben Fetaj në takime me Kurtin, pastaj me ambasadën e Amerikës, pastaj me zyrën e Bashkimit Evropian këtu në Maqedoni. A keni marrë apo a keni siguruar mbështetjen e nevojshme për veprimet e më të tjeshme brenda partisë? Pikërisht nga konfuzioni politik që u krijua, unë personalisht dhe grupi dhe kolegu Arben Fetaj kemi bërë analiza edhe të proceseve, edhe të, le të themi, të politikave të brendshme, po edhe konsultime jashtëzakonisht shumë të shpeshta me indikator të ndryshëm matës që na jepnin edhe nga brenda dhe nga jashtë, ato që merren me politikë dhe që ndjekin politikën. Në vazhdon e atyre takimeve, kanë qenë dhe takimet me ambasadat, në ditët e fundit ishin takime për mediume, me një pasqyrë vizuale, le të themi, për të përcjellur në mënyrë direkte apo indirekte dhe mesazhin. Gjithsesi edhe ato informata që ne kemi marrë që konsultime s'ka pasur me komunitetin edhe ndërkombëtar, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për krijimin edhe stabilitetin politik të shtetit. Dhe ato kanë qenë pikërisht ato indikatorët që unë mendoj se jemi në rrugë të drejtë dhe mendoj që koha do tregon se si do shkojnë proceset më tej. Megjithatë, çdo herë njeriu duhet të niset nga bindjet e veta dhe nga informatat që i ka në moment, pastaj çka del pas. Para se ta merr fjalën Floriani, këtë e shtrova në kontekst se pashim më njëherë pas këtyre takimeve që i përmenda, Taravari vajti edhe atje në Tiranë dhe kishte një lajme se është takuar me kryeministrin shqiptar, prandaj. Po tani nëse analizojmë daljen e zotit Taravari nga Vleni, fillimisht pastaj dhe nga qeveria, ajo që të gjithë pajtohemi është se ky largim nga qeveria nuk ishte shumë mirë i argumentuar nga zotri Taravari. Jo se nuk ishte mirë argumentuar, por kishte edhe ndryshim të qëndrimeve, besoj. Për shkak se fillimisht ai deklaroi se problemi qëndron në atë se 70% e shqiptarëve nuk i besojnë kësaj qeverisje. Pastaj deklaroi se problemi është te listat për këshilltar dhe që në fund të deklaroi që na la të nënkuptojmë në mes rreshtave se ai vetëm ka arritur një marrëveshje me BDI-n për dalje të përbashkët në zgjedhjet lokale. Mirpo nëse e analizojmë mënyrën se si doli nga qeveria, aty ka aspekti partijak, do me thoni, Aleancës për Shqiptarët, ne aty nuk pam ndonjë vendim të partisë për të dalë nga qeveria. Fillimisht pati vetëm një deklarat të përbashkët nga Tetova, kur u deklarua se dalin nga koalicioni Vlen, dhe pastaj dalja nga qeveria u bë me deponimin e dorëheqjeve të zotrit Taravari dhe të dy zëvendës ministrave. Do me thonë, nuk kishim ndonjë vendim të cilin e ka sjellur për shembull kryesia qendrore me vota ose diçka, dhe prandaj kjo dalje e tij la shumë dyshime, mirëpo ajo që mendoj se ajo që është për të vlerësuar është gatishmëria, fillimisht edhe pjekuria politike e këtyre personave të cilët vendosen që të qëndrojnë në qeveri, po pastaj edhe gatishmëria nga ana tjetër edhe koalicionit Vlen, të partive tjera, të cilët tani deklarojnë se në fakt edhe ne nuk kemi ndonjë dalje të partisë nga qeveria, po vetëm largim të kryetarit, dhe mendoj se këto persona tani të cilët kanë ngelur mund të lirisht edhe të thonë se janë edhe si përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët, për shkak se bëhet fjalë edhe për disa persona të cilët janë më eminent
brenda asaj partie, disa figura dhe tani ndoshta mund të llogarisim si një fraksion I cili ka funksionuar, mirë po tani kur jemi në vigjilje të zgjedhjeve lokale, besoj se bashkë edhe me partitë tjera të vlenit, nga aspekti formal juridik nuk ka asnjë problem që këto të vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë. Pikërisht këto, zoti Aliu, asinoni të mbeteni, bëheni pjesë e qeverisë e kabinetit Mickovski? Të mbeteni pjesë e kabinetit Mickovski, si fraksion, apo si pikërisht këtu ishte dilema e madhe. Çka ndodhen dhe çka fiton qytetari, se në fund të ditës krimi politikave në kupton procesim pozitiv apo negativ të jetës së përditshme, do në përmirësim apo përkeqësim I infrastrukturës, politikave ditore që I riu qytetari I kërkon. Dhe të qenurit në qeveri, obligimi është 100 fish më I madh se sa të qenurit në opozit. Sidomos në kështu situate kaotike politike në shtetin ton, është sfidë jashtëzakonisht shumë e madhe pjesa e të qenurit në qeveri. Për shkak se krijohet narrativi se në qeveri dikush duhet të rinë për shkak se mendon se jep shërbim vetes ose një grupi të ngushtë të tyre e jo qytetarëve. Edhe ky narrativ krijohet edhe me të drejtë her pas here krijohet pasi që në një periudhë shumë të gjatë qytetarët kanë humbur besim në për shkak të jo konzistencës politike kanë humbur besim. Kështu besoj që le të themi qasja robuste ndaj proceseve dhe edhe po mos të funksionojnë përmirësohet aty ku krijohen proceset, nuk përmirësohet duke kritikuar nga jashtë. Edhe njerë po tensoj, po të merrni pjesën e lojës, neve nëse shohim një lojë futbolli, e kemi shumë lehtë të analizojmë mangësitë, dobësit apo lëvizjet e çdo lojtari brenda. Megjithatë kur je brenda edhe fokusin e ke në proceset që ti I menaxhon në moment, është ajo që e çon lojën të jetë fituese apo të jetë humbse. Kështu që unë mendoj se ne në mënyrë shumë edhe më dinamike dhe energjike duhet të tregojmë që në qeverisje nuk hyjet për shkaqe për interesa personale dhe pastaj nuk dilet nëse ato interesa personale nuk realizohen, por hyjet për një mision më të madh që nesër të rrit. Neve gjithkohës flasim migracioni është shumë I madh, gjithkohës flasim se diçka nuk shkon. Më besoni përveç pjesës ekonomike që është një indikator jashtëzakonisht I rëndësishëm. Unë personalisht mendoj se pjesa jo stabiliteti politik është pjesa kyçe pse të rrit dhe pse biznesi nuk e sheh veten këtu. Sa të nesërme nuk din çka ndodhen. E vëreni te ne dita është mot në aspektin politik. Paramendoni se si duket për një qytetar I cili zgjohet në mëngjes dhe ndëgjon një lajm I cili është I kundërt I asaj që ka dëgjuar përpara një dite. Pra ajo jo konzistencë politike nën kupton që qytetarin është në një kaos I cili nuk din çka të beson. Edhe tash e njëjta na ndodhen. Neve çdo ditë kemi takime që kërkojnë qytetarët edhe anëtarët e partisë çka ndodhen. Do na jepni informata çka ndodhen me njërin palë dhe çka ndodhen me palën tjetër. Deri para 2 javësh thonit se gjithçka është në rregull, tash thoni se gjithçka nuk është në rregull. Një palë thotë që qeveria është qeveri që abuzon me proceset, pala tjetër thotë në qeveri duhet të qëndrohet dhe të shkojnë proceset përpara. Dhe është një kaos I cili qytetari as nuk e ka obligim të harxhon energji për të analizuar dhe për të parë se çfarë ndodhen në politikë. Të paktën edhe ne kemi problem. Besoni që derisa sqollëm këtë vendim nuk ka qenë vendim një ditë apo 2, ka qenë vendim I cili 2-3 muaj shoshitet brenda dhe analizohet çka ndodhen me partinë tonë. Dhe në fund, për fat keq, janë 2 tabore në Aleancën për shqiptarët që ishim në qeveri, njëra që mendon që duhet të shkon dhe është tragjedia më e madhe kur dëgjojmë tani një narrativ që thuhet do të na japin 6 komuna dhe për atë shkak duhet të dilet jashtë. Të kërkosh mëshirë nga një strukturë që 22 vite ke krijuar narrativa që nuk qeverisën mirë, nën kupton që ta abuzosh me atë çka ke bërë deri tash edhe të thuash që ato pas kanë të drejtë. Edhe kjo për qytetarin është e dhimbshme. Zoti Aliu, me aktin e dorëheqjes tani kreu I Ministrisë Shëndetësisë, respektivisht pozicioni I parë Ministrinë e Shëndetësisë ngeli bosh. A mund të
përflitet edhe emni juaj. A mund të jeni ju kandidat i arshëm për kreun e Ministrisë Shëndetësisë ministër? Në këtë periudhë, derisa flasim, jemi marrur vesh, pasi që çdo hap ka qenë shumë i matur dhe mirë i analizuar, që gjithçka që ka qenë për Aleancën për shqiptarët në qeveri të qëndron ashtu siç është. Duke filluar nga pozitat e ministrave, zëvendës ministrave, drejtorave, zëvendës drejtorave dhe punësimeve, të ngela ashtu siç është. Pra ende nuk kemi arritur për shkak të dinamikës jashtëzakonisht shumë të madhe të politike, nuk kemi arritur që të hyjmë në detaje dhe të analizojmë kush ku duhet të shkon. Megjithatë është më pak relevante kush çka duhet të merr dhe çka duhet bën. Tani duhet të informohen qytetarët se çka ndodhen. Besoni që është një kaos aq i madh, saqë neve brenda ditës me qindra qytetar takohemi edhe kanë me qindra pyetje, të cilat pyetje janë shumë legjitime dhe shumë logjike. Në këtë periudhë jemi të fokusuar në këtë pjesë, besoj se për shumë shpejt për shkak të proceseve politike do duhet të vendoset edhe eshalloni nga eshalloni ministër, zëvendës ministër deri tek eshallonet që kanë mbetur vakant. Ne kemi plot vende të cilat kanë mbetur vakant edhe në eshallone të tjera. Tani nëse flasim për këtë çështjen se sa përdaljen e këtij fraksionit, largimin faktikisht nga zoti Taravari dhe vendosjen që të vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë, mendoj se kjo pjesë, nëse mund ta quajmë si fraksion, në momentin që vendosën që të mos e ndjekin kryetarin e partisë, mendoj se kanë treguar një pjekuri politike, sipas mendimit tim, dhe kanë treguar atë integritetin personal, për shkak se tani politika kështu funksionon të ne dhe partitë ashtu janë të ndërtuara mbi atë modelin se secili duhet verbërisht që ta ndjek kryetarin, dhe në këtë rast mendoj se lëvizja juaj edhe Arben Fetaut edhe të tjerëve mendoj se është për të vlerësuar, sepse është një lëvizje që bëhet, domethënë, në përputhje me bindjet e tuaja dhe qëndrimet të cilat i keni, dhe prandaj mendoj se për shembull tani ndoshta është një pozicion pak më i vështirë për shkak se nuk në radhët tuaja nuk momentalisht nuk ka ndonjë fraksioni që nuk do të ketë ndonjë deputet, mirë po këtë nuk e shoh unë si ndonjë handicap ose diçka, për shkak se kur keni hyrë në qeveri, Aleanca për Shqiptarët kanë hyrë në qeveri si koalicioni vlen. Edhe votat të cilat janë marrë në emër të koalicionit, dhe prandaj mendoj se nuk është shumë e rëndësishme se cili deputet cilës parti i takon, posaçërisht kur tani kohët e fundit kemi edhe zëra se këto mund të formojnë edhe një parti, vleni domethënë të bëhet një parti, edhe tek e fundit edhe grupi parlamentar, aq me sa e shohim, është shumë unik. Edhe aty nuk, domethënë, vetë grupi parlamentar nuk diskutohet asnjëherë aty se cili deputet cilës parti i takon, por mendoj se përsëri edhe ajo për të vlerësuar është edhe qëndrimi i vetë partive tjera të vlenit, të cilët siç duket vetëm kanë vendosur që ato pozicione të mos preken dhe të vazhdojnë të jenë në duart e Aleancës për Shqiptarët. Në këtë kontekst, zoti Alio, a prisni t'ju bashkangjitet edhe, sepse ka fjalë, po mendoj se ekziston edhe pak naci brenda atyre 4 deputetëve të cilat i përmendi Floriani. A prisni në të ardhmen t'ju bashkangjitet dikush edhe nga këto deputetat juve? Tash në këtë periudhë, jo rastisht tash që kemi takime jashtëzakonisht shumë me dinamikë shumë të madhe, obligimi kemi dhënë vetes të shpjegojmë atë çka kemi bërë si analizë brenda këtyre 2-3 muajve. Pra, nuk pretendojmë që do duhet dikujt t'i ndrosh mendjen dhe të kalon të rëshqet nga një krah në krahun tjetër nëse ai s'ka bindje. Dhe kjo duhet të jetë vlera që secila parti duhet ta ketë. Nuk krijohet parti vetëm për numra, të fotografosh dhe të thuash i kam 5, i kam 10 apo i kam 20. Nëse nuk do të kesh person i cili beson në vizion dhe në mision dhe në atë le të themi rrugtim politik, ti do të kesh një person pasiv i cili nuk beson. Kështu në këtë fazë neve obligime kemi që gjithë ato informata që i kemi ti përcjellim dhe ti informojmë si deputetët ashtu edhe antarët e partisë dhe pastaj vendimi i tyre personal se si do të rreshtohen. Pasi që edhe shpesh në takime kur takohemi me qytetarët na thuan, "Ok, nga të shkojmë." Themi, "Ju duhet ta dini nga të shkoni." E jona është t'ju informojmë se ne pse shkuam këtu, pse unë personalisht, se secili duhet flet në emër personal.
Pastaj, duke reflektuar secili në vetvete, besoj do ta gjej veten ku duhet të shkon. Personalisht, mendoj se nuk duhet të ngarkohemi me numra, pasi që politika nuk është vetëm aritmetike thjesht, është shumë më shumë se sa aritmetike thjesht, është një narrativ që krijohet me vite dhe një besim që qytetari duhet ta jepë dhe nuk krijohet për një ditë për dy. Krijohet me vite dhe nuk duhet të rrëshqasim shumë shpejt pasi që do na duhet pastaj përsëri shumë kohë të rikthehemi aty ku kemi qenë. Deputetët janë intelektual, janë persona të cilët i analizojnë gjithë proceset në bazë të indikatorëve që ato do të mendojnë se e shohin veten në një anë apo në tjetrën, janë të lirë të kalojnë. Kështu që nuk pretendojmë që t'i bindim të vinë këndej nëse nuk e shohin veten. Keni raporte me zotin Taravari, sepse a mund t'ju shkarkojnë nga partia me që nuk keni respektuar vendimin e partisë për të braktisë qeveri? Edhe këtu shumë diskutime ka pasur. Do thonë, e shohim një tension dhe e ndjejmë, edhe besoj edhe ju e ndjeni një tension i madh tek qytetarët. Edhe ai tension, nga ana tjetër pastaj ne kërkojmë qetësi te qytetarët. Qetësi s'mund të kërkosh kur ti je burimi i tensionit. Momentalisht duhet ta pranojmë që ne jemi burimi i tensionit që kemi bërë të qytetarët dhe për fat keq ato i shohin dhe kemi arritur në një fazë që shihet bardhëzi. Kush në cilën anë partijake është, ai nuk duhet flet me anën tjetër. Besoj që duhet ngritemi mbi këtë. Si fillim, për shembull, personalisht asnjëherë s'kam qenë antar i asnjë partie nga 2015 dhe për herë të parë kam qenë antar i Aleancës për Shqiptarët. Dhe unë e shoh Aleancën për Shqiptarët si një parti që unë jam rritur bashkë dhe kam dhënë dhe më ka dhënë shumë. Dhe të gjithë ato antar brenda, unë e mbaj mend kur shkuam në komunë që jepnim në shkrimet për të krijuar partia, do nga ai moment i ke një lidhje emocionale me strukturën. Por gjithashtu ke një lidhje emocionale edhe empatie edhe ndaj secilit që keni qenë bashkë. Kështu unë jo vetëm me zotin Taravari, me secilin antar të partisë, unë nuk i shoh ndryshe nga momenti që unë mendoj politikisht ndryshe ose ato mendojnë politikisht ndryshe. Ne duhet të ngritemi mbi atë dhe unë do të pi kafe, do të vazhdoj të kem shok. Politikisht mund të jemi në dy anë të ndryshme, por nuk do të thotë që duhet tensionet të ngriten deri në nivel që ne mos flasim. Fundja ne jemi pasqyrë dhe jo vetëm partisë politike dhe politikës, por duhet të reflektojmë pozitivisht edhe te qytetari. Nëse neve le të themi përçahemi edhe nuk flasim ndërmjet veti për këto arsye, mund ta paramendoni çka ndodhen në familje, se neve duhet kemi edhe këtë pjesë morale mbi neve. Çka do të ndodh në shoqëri poshtë, në familje, në kompani që ndoshta 2-3 kolegë janë brenda, kanë qenë bashkë e sot nuk janë bashkë, është përgjegjësi shumë e madhe. Kështu që është përgjegjësi edhe për ato, është përgjegjësi edhe për ato që kemi të punësuar. Ne për fat keq nuk ju lam kohë raportin e punës ta pasqyrojnë qeveria, ministrat e zëvendës, ministrat e drejtorët, pasi që në momentin që duhet të jepet raporti çka ke bërë për një vjet, ti tash fillon ta kritikosh qeverinë e thua unë jam në opozit. Do të thonë përgjegjësia është mbi të gjitha. Hipotetikisht, nëse ndodh t'ju shkarkoj nga partia, do t'i bashkangjiteni vlenit vetëvendosjes apo do të formoni një parti të re, hipotetikisht parashtroj këtë. Dëgjoj, më besoni, tash do të flas personalisht për mua. Asnjëherë unë nuk e kam parë veten si një antar, vetëm një antar i partisë i cili duhet të shkon të pinë cigare me liderin e partisë dhe të pasqyrohet si antar aktiv. Ose të rinë të luan, ne themi në Gosvar Oksan nga 2-3 ore edhe ashtu ta bësh aktivitetin partijak. Është shumë më shumë se sa kaq. Edhe a do të jem, a do të më shkarkojnë ose nuk do të më shkarkojnë, është irelevante për mua, pasi që rruga në të cilën neve duhet ta marrim dhe besoj që kemi kapacitete, është shumë më shumë se sa dikush të shkarkon ose mos të shkarkon. Pastaj lëvizjet politike dhe zgjidhjet politike janë si efekt i asaj se çka do të ndodh. Tani për tani ne jemi antar të partisë, unë jam kuventar në parti, kështu që kam të drejta si çdo antar tjetër i partisë, kam të drejtë të them ashtu edhe kolegu e tha, atë çka unë mendoj, ndoshta unë jam gabim dhe koha do ta tregon që zoti Taravari pas ka qenë në rrugë të drejtë. Megjithatë t'ja lëm kohës, unë mendoj dhe jam i bindur se jam në rrugë të drejtë, secili le të mendon ashtu dhe kështu është më mirë, kështu ngritet edhe cilësia në shoqëritë e ne. Mendoj se politika shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut ka nevojë domethënë për mendim kritik brenda secilës parti. Domethënë edhe
nuk do të kishte qenë mendoj shumë problematike ajo posaçërisht në këtë periudhë se cilës parti do t'i takoni, kur ne shohim se vetë Vleni është duke funksionuar si një koalicion në mënyrë shumë unike, ato kanë krijuar atë frymën e unitetit, por nga ana tjetër tash në vigjilje të zgjedhjeve lokale tash është çështja se çka do të ndodh për shembull edhe te pjesa tjetër, ajo jashtë quajtur i Front Evropian, kur tani veçmë edhe zotëri Taravari siç duket është ajo marrëveshja me BDI-n si mësi për garim të përbashkët zgjedhjet lokale është arritur. Mirë po tash ato të dy partitë BDI-ja dhe zotëri Taravari janë duke e përgatitur mënyrën se si atë marrëveshje do ta bëjnë publike. Edhe ajo marrëveshje do të bëhet publike dikun pasi të shpallin zgjedhjet lokale, dikun në muajin korrik dhe këto të dy palët janë duke punuar për të përgatitur elektoratin e tyre për atë momentin kur ajo marrëveshje e garimit përbashkët do të bëhet publike. Dhe në këtë aspekt mendoj se Taravari brenda kësaj periudhe deri në zyrtarizimin e asaj marrëveshjes do të përpiqet që të përgatitë elektoratin e tij, të cilin e ka, për ta përgatit paraprakisht se do të shkojnë bashkë me BDI-n në zgjedhje, dhe këtu mendoj se do të jetë pak në pozicion të vështirë, se mendoj se në momentin që do të bëhet zyrtare ajo marrëveshja e BDI-s me zotin Taravari, nga Taravari do të ikin akoma edhe njerëz tjerë, të cilët ndoshta edhe ndonjë deputet, të cilët ndoshta tani janë me Taravarin, mirë po nga i moment kur do të bëhet publike marrëveshja me BDI-n, ato do të largohen. Mirë po mendoj se të njëjtin problem e ka edhe BDI-ja. Edhe BDI-ja tani përpiqet që të përgatitë elektoratin e tyre për garim të përbashkët me Taravarin dhe momenti i zyrtarizimit të asaj marrëveshje do të jetë diçka si e papritur ndoshta për një pjesë të teknike, elektoratit. Kur të përmendet ato shifrat me ato listat, sidomos ndarja e kandidatëve. Po, ndarja e kandidatëve dhe ai për shembull BDI-ja duhet të përgatitë elektoratin të cilin e ka në Gostivar dhe që thotë se Gostivarin do duhet t'ja japim Taravarit dhe me siguri atij do të lindin edhe pak kënaqësi, sepse edhe ato degët e atyre komunave, degët partijake me siguri kanë kandidatët e tyre, dhe këtu mund të ndodhë, sipas mendimit tim, edhe do të ndodhë një përçarje ndoshta me zotin Sela, për shkak se për shembull nëse BDI-ja ja lën Gostivarin Taravarit, atëherë do ta ketë vështirë strugën që t'ja lën ndonjë parti tjetër, për shkak se ashtu rrezikon që të ngele pa asnjë komunë urbane, por gjithsesi mendoj se në këto zgjedhjet lokale do të kemi dy tabare, me siguri, nga një anë do të jetë Vleni dhe nga ana tjetër ky Fronti Evropian. Domethënë, në bazë përgjigjes tuaj presim vlime, tensione, ngritje tensionesh pikërisht në këtë periudhë vere. Nëse mund veç të shtoj diçka këtu patjetër. Pra pikërisht pajtohem. Humbet kredibiliteti politik edhe në pjesën që zoti Taravari tani dëshiron t'ja bashkon Frontit Evropian, po edhe tek Fronti Evropian. Pse mendoj se humbet kredibiliteti politik? Një nga ju përmendet Gostivari. Unë jam nga Gostivari. Një nga strukturat më mirë të organizuara të BDI-s është në Gostivar. Realisht në gjithë qytetet ka strukturë të organ, por në Gostivari ka më aktive, nga ana tjetër i ka pasur kryeministin, shumë ministra dhe kështu me radhë, dhe ka strukturë të organizuar dhe kanë punuar shumë me vite, janë opozit, dhe tani ku rezultatet, le të themi, ishin aty të thuash me sy mbyllur se dëgjoj, nuk vlen dhe do ta ndrojmë politikën, do të ketë telashe brenda. Telashet më të mëdha unë mendoj se do të jenë tek pjesa e pala tjetër, do tek zoti Taravari. Pse? Pasi që nga ana tjetër përsëri zoti Taravari ka një organizim shumë të mirë politik edhe është baza në Gostivar. Kështu që tani çka ndodhen, edhe po të jetë kryetar i aleancës, pjesa e zotit Taravari në Gostivar, ai tani më do të ketë legjitimitet të frontit. Pra, ai ma nuk pasqyrohet nga qytetari në Gostivar si kryetari i ASH-s. Nga ana tjetër, mos harrojmë pjesën e këshilltarëve. Ti nëse në pjesën e këshilltarëve ke shumicë, ti kontrollon edhe kryetarin pastaj në proceset brenda. Hapësira për manovrim politik tani ma edhe thema e kredibilitet humben nga të dy anët. Kështu kjo është një analizë që unë habitem që s'është bërë, as nga njëra anë, as nga ana pala tjetër,
dhe unë pres gjithashtu shumë të lashe në këtë tabor, për shkak se ka shumë indikator që janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Si do të bindesh ti një qytetar i cili duhet të voton diçka që me vite në Gosivar e ka votuar kundër dhe kundërta. Ose në Struk, për shembull, e kështu me radhë. Prandaj do të jetë një sfidë shumë e madhe. Nga ana tjetër ne do të kemi sfidën që pasi që jemi pjesë e qeverisë do duhet rezultatet tash edhe të shumë fishohen, ndoshta energjia e punës të rritet dhe kështu me radhë, po është pjesë matëse edhe varet direkt nga ne, kështu që besoj që me punë dhe me një transparencë më të rritur do të krijohet ai dallimi ndërmjet kredibilitetit të rrejshëm politik dhe kredibilitetit real politik. Pak a shumë këto janë edhe argumentet që ndryshme, këto janë argumentet cilët shihen sipërfaqen si prind dhe çështja këtu është se pse po ndodh kjo. Ju keni qenë edhe pjesë e negociatave për formimin e qeverisë. Dhe për shumë çështje aty keni rënë dakord me Mickovskin. Për ato pjesë që keni rënë dakord me Mickovskin, si ka qenë qasja e deri tani me Mickovskit, është treguar korrekt? Dëgjoni, unë çdo herë në parim, në jetë jetoj me një parim që ti duhet të kesh vizion dhe rrugën tënde dhe le të themi ato indikatorët personal të punosh e pastaj këto interrupte që të ndodhin anësh dhe duhet të ballafaqohesh dhe të zgjedhësh. Nuk është jeta e lehtë në fund të ditës. Kështu që ne nuk duhet të shohim si na shohin të tjerët, por duhet të shohim sa bëjmë neve edhe në moment që ballafaqohemi me ndonjë problem, ti duhet të gjesh forma si ta zgjidhësh këtë problem. Dhe çdo herë në parim unë as për veti dhe as për partinë tani nuk shoh se dikush mund të na ngatron nëse ne kemi një vizion të qartë, kemi rrugën tonë në të cilën duhet ta shohim. Në këtë rast unë nuk kam qenë pjesë ekzekutive në qeveri dhe nuk di çka ka ndodhur brenda në qeveri, megjithatë atë çka mund ta them nga dita e parë e krijimit të qeverisë, e di që me atë që jemi marrur vesh në tavolinë, e shoh që realizohet, unë flas tash në aspekt të strukturës organizative partijake që ne kemi si vlen brenda në qeveri. Brenda çka ndodhen dhe si kanë shkuar proceset, mund të them që ka ngecur le të themi ajo transparenca ka qenë pak më e vogël se sa duhet të jetë dhe besoj që kjo nuk duhet ta shohim se a varet nga dikush apo jo. Unë them ne duhet t'japim rezultat, ne duhet t'japim raport, çka kemi bërë neve për këtë periudhë kohore. Edhe nëse nuk e kemi bërë, duhet të dim pse nuk është realizuar. Kështu kur do të kemi një raport të tillë, ne do të bëjmë balansin se a duhet të ndryshohet diçka në aspektin e krijimit të proceseve brenda, a duhet të ndryshosh ndonjë proces edhe ta optimizosh e kështu me radhë, po gjithsesi unë mendoj se në fund të ditës varet nga neve. Nuk varet nga asnjëri, nëse ti ke një qëllim, unë besoj që gjendet rrugë për ta realizuar. Në opinion flitet se Ahmeti Taravarit I ka premtuar atë pak a shumë që e përmendi edhe Floriani Taravarit për zgjedhjet e ardhshme lokale ose për ta braktisur qeverinë I ka ofruar 6 komuna. Besoni se Aliu edhe krahas atyre argumenteve të cilat I përmendëm pak më parë, besoni se Aliu deri në fund do ta mbaj këtë premtim karshi Taravarit? Dëgjoni, jo 6, edhe 60 të t'i jap ndonjë parti politike, shiqoni vetëm si tingëllon fjalia, do të marrësh shpërblim 6 komuna nga një parti që 22 vjet e ke luftuar. Edhe ka ndërtuar politikisht është e pamoralshme. Nga ana tjetër, duke pasur një strukturë, do të jenë në qeveri dhe mund të bësh me rezultate të tregosh qytetarit se ndëgjoj kështu qeveriset dhe qytetarit ta prek rezultatin e asaj ti çka ja ka bërë ndryshimin, ke mundësia, je pjesë e qeverisë, duke qenë pjesë e qeverisë, të kërkosh lëmosh nga dikush I cili e ke kritikuar personalisht shumë gjatë kohë, mendoj se është narrativ shumë I gabuar dhe pavarësisht numrave të komunave, edhe një herë potensoj, nuk është politika vetëm thjesht aritmetike thjesht, është shumë më shumë se saq. Ne qytetarit duhet t'i tregojmë një konsistencë politike. Duhet t'i themi që ne, nëse kemi folur 10 vjet, sidomos nga 2015 ai këndej mund të flas, kemi folur diçka kundër një strukture politike dhe në fund të ditës t'i thua qytetarit, bashkë me këtë strukturë politike, ai do të ma fal këtë dhe do të ma fal atë komunë, unë mendoj se dëshpërimi do të jetë jashtëzakonisht shumë I madh, por jam shumë I sigurt që edhe rezultatet do të jenë shumë minore. Florian?
Këtu kur jemi domethënë te numri I komunave, ajo që përflitet se I ka premtuar 6 komuna, unë nuk e besoj këtë muhabet nga shkaku se nuk e besoni si arsye. Jo nuk e besoj nga shkaku Si se argument krejt komunat shqiptare janë 15. Edhe tash nëse BDI I ofron në Taravari 6 komuna, atëherë me çka të ngele BDI-ja, rrezikon ajo të ngele me më pa komuna se vetë Taravari. Pa ajo mendoj se ajo që është ndoshta është arritur në atë marrëveshjen e fshet që e kanë bërë është se I ka premtuar 2 komuna, Gostivarin dhe Vrapçishtin, ndërsa duket se Taravari insiston të merret edhe 2 komuna tjera, edhe atë të Arcën edhe Sarajin, ku veç më I ka publikuar edhe emrat e kandidatëve dhe me siguri se Taravari tani do të insistojë nga BDI-ja që të merr përkrahjen edhe në këto 2 komuna, edhe që të merr 4 komuna, flasim për kandidatura, se ai fituesi vendosen tjetër kush. Mirë po këtu do të kese një përsëri ta themi se do të kese një përplasje me zotrin Zjadin Sela. Për shkak se Taravari tani I ka 4 deputet. Edhe 4 deputet I ka edhe Sela. Edhe tani është shumë legjitime do të jetë që Sela të thotë se nëse kemi numër të barabartë të deputetëve, atëherë edhe numri I komunave duhet të jetë I barazvlefshëm kur do të ndahen. Edhe tani nëse I premton 4 komuna Taravarit, edhe 4 duhet t'i premtoj. Po, edhe mendoj se nuk do të arrihet një marrëveshje e këtij dhe me siguri se do të ndodh një paknatësi te grupacioni I Selës, edhe ndoshta edhe ndonjë përçarje, po dhe prandaj mendoj se nuk do të mund të arrijë BDI-ja që ti pajtoj, si me thonë kështu në thojza, zotrin Taravari dhe zotrin Sela, pikërisht kur bëhet fjalë te ndarja e komunave, për shkak se shumë e rëndësishme potencohet edhe Struga, se zotri Sela me siguri se do të insistojë që ta ketë Struga. Mirë po, nëse Strugën edhe Gostivarin BDI-ja u alen partive tjera, ndërsa Tetovën besoj e ka të humbur, po me Gjase edhe Çajirin mund ta humbe, edhe atëherë BDI-ja rrezikon që të mbetet pas një komunë urbane, ndoshta vetëm me Dibrën. Dhe prandaj mendoj se marrëveshja e koalicionimit për ndarjen e zgjedhjeve lokale brenda Frontit Evropian do të jetë një marrëveshje e cila shumë vështirë do të arrihet. Zoti Aliu, pak më parë ju pyeta, keni raporte, kontakte me Taravarin? Të njëjtën dua të u bëj si pyetja, keni raporte apo kontakte me dikë tjetër apo eventualisht me Zjadin Selën? A mund t'i bashkangjitet në mazhorancës qeveriste? Dëgjoni, ne kemi vendosur të merremi me politikë. Të merresh me politikë nuk nënkupton vetëm të merresh me partin dhe proceset që I ke brenda, po nënkupton që të krijosh një ekosistem për le të themi takim, për pirje kafes, ndarje të ideve dhe kështu me radhë. Në fund të ditës kjo edhe pritet nga ne. Unë besoj që s'ka një politikan modern I cili do të rezistonte të ulet të pin kafe me ndonjë politikan tjetër I çdo partie që ai është. Se I cili nga ne, unë thash edhe brenda tek ne në këtë narrativ që është I ndryshëm, unë I shoh të gjithë shok dhe unë nuk pres që unë të paktën nuk do të ndryshoj kurrë ndaj atyve dhe ato ndaj neve. Edhe me partinë tani u bëm pike 5 si duket, do me këtë pjesë të Aleancës për shqiptarët që është me zoti Zjadin Selën, kuptohet që ne them edhe një herë jemi bashkë, kështu që ne përveç pjesës politike kemi edhe kemi pasur dhe kemi edhe komunikim shoqëror, kështu që kuptohet që kemi komunikim. Në fund e mira edhe krijimi I politikave për të mirë të një populli bëhet atëherë kur analizohen gjithë këndvështrimet. Partitë politike pse krijohen? Në bazë të qasjes se si krijohet politika, vlerave që I ka dhe kështu me radhë. Çdo herë kur e shen një pikë nga këndvështrime të ndryshme, ti mund më lehtë të detektosh çka ka brenda ose çfarë forme ka ai fokus në të cilën e keni dhe besoj partitë politike duhet ta kenë këtë si narrativ, si must që të shohin ose ne themi të bëjmë double check të informatave dhe të proceseve, a kemi drejt ose jo. Ne këtë çka e bëm sot edhe një potencojnë ne nuk e bëm, u zgjuam në mëngjes edhe tash nuk pajtohemi me zotin Taravarin. Ka qenë një proces I cili është dashur të analizohet, është dashur të komunikohet me shumë institucione kështu me radhë dhe në fund të ditës personalisht secili nga ne merr vendim
cila pjesë është ajo që ti mendon se është më e drejtë. Fill pas takimit që e kishet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, sikur të them kushtimisht me vrap, Edi Rama e ftoi edhe Taravarin në Tiranë. A mendoni se dy kryeministrat shqiptar po i keq përdorin partitë e këtushme politike për inatet e vetas, sepse po e bazoj diku tjetër këtë nga e kaluar, nga vitet atje në 1994-95 kur ndodhi ajo përçarja e madhe dhe kur një ndikim të drejt për drejt në atë përçarjen e Partisë për Prosperitet Demokratik dikurshme në ato vite e kishte pikërisht Tirana zyrtare nëpërmjet ambasadorit këtushëm dhe këtushëm shqiptar të Tiranës. Tani pak a shumë edhe ambasadori po i sotshëm i këtushëm Tiranë del i implikuar në gjithë këto vlimet e fundit. Unë nuk mendoj se është ashtu për dy arsye. Arsyeja e takimeve me liderët e shteteve të tona në Kosovë dhe në Shqipëri, të paktën unë bindja ime është për shkak bëhen edhe duhet të bëhen për shkak të konsulencës edhe konsultimeve me to në aspektin e agregimit të informatave. Megjithatë ne duhet ta pranojmë se këtu kemi komunikim me gjithë ekosistemi politik të brendshëm dhe të jashtëm. Megjithatë jemi të limituar. Ne ndoshta na ikën ose nuk e kemi ndonjë informatë e cila mund të ndikon për ta ndruar narrativin politik. Dhe unë bindje mbaj që gjithë këto takime bëhen pasi që Shqipëria është shtet tani më shumë i avancuar në hapin për Bashkimin Evropian, Kosova gjithashtu çdo ditë institucionet e shtetit janë në top rangim për procesim të mirë, për qeverisje të mirë dhe neve mësojmë shumë dhe informojmë shumë nga kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës, mendojnë në këtë aspekt. Ato kanë çdo ditë komunikime me ndërkombëtarët dhe ndoshta unë mbaj bindje se edhe ky ka qenë edhe komunikimi i zotit Taravari me kryeministrin Rama që të informohet pasi që dëgjoni në fund të ditës ne jemi njerëz. Ti merresh me politikë, megjithatë bara shumë e madhe, atë çka i bën je në rrugë të drejtë ose jo. Ti krijon histori. Tani çdo herë duhet dy herë të mendosh këtë çka i baj, a është mirë apo jo. Që ta bësh atë prapë them i kemi janë burime që duhet t'i shfrytëzojmë. Janë burime që ato çdo ditë kanë me ndërkombëtarët informata, flasin edhe për Ballkanin dhe besoj që këto informata shfrytëzohen për krimin e politikave të mira brenda. Të paktën unë kështu e shoh. Pikërisht, janë dy kryeministra shqiptar. Bile njëri nga këta dy kryeministra në një periudhë caktuar kohore thoshte se veri i Kosovës është toke askujt dhe një tjetër ministër i këtushëm shqiptar e përpiloi atë raportin 9 pikësh të OSBE-s me të cilën kërkesat ishin po të njëjta sikurse Vučići kërkonte tërheqjen e njësive speciale nga veri i Kosovës dhe kërkonte dorëheqjen e kryetarëve shqiptar që ishin në pjesën veriore, 4 kryetarëve shqiptar. Florian po shoh se me padurim do më marr fjalën. Urna. Mendoj se ndërhyrjet e Shqipërisë në politikbërjen në Maqedoni parimisht jam okay unë, dakord me këtë që tha zoti Aliu. Po, ka ndodhur në vazhdimsi edhe që në fillimin e viteve të 90-ta kur me ndërhyrjen e Shqipërisë u përçohet e partia më e madhe aso kohë shqiptare, Partia për Prosperitet Demokratik, dhe kjo ka vazhduar, do me thonë vazhdimsi, të njëjtën ndërhyrje po e bën edhe zoti Edi Rama, kryeministri, mirë po, ajo që lën të dyshosh është se ndërhyrjet e Edi Ramës në politikbërjen në Maqedoni gjithmonë bëhen në disa momente kyçe, kur dikush duhet të hyjë në qeveri ose kur dikush duhet të del nga qeveria, dhe kjo gjithmonë ka qenë në shërbim të përforcimit apo të konsolidimit të BDI-s, fatkeqësisht. Do me thonë, ndërhyrja e Shqipërisë në politikbërjen shqiptare në Maqedoni të Veriut do të kishte qenë legjitime dhe ndoshta është legjitime në qoftë se bëhet në frymën e unitetit. Po nëse bëhet në frymën e përçarjes për të përforcuar dhe të favorizuar vetëm një parti, atëherë mendoj se nuk është as pak korrekte ndaj partive tjera, po edhe ndaj të gjithë qytetarëve. Por unë mendoj se edhe kjo ka pasur ndikim, domethënë kryeministri i Shqipërisë edhe te kjo dalja e Taravarit nga qeveria, për shkak se ai
Paraprakisht para se të del nga qeveria u takua me kryetarin e Shqipërisë, ndërsa pas i doli nga qeveria shkoi dhe u Ku takua ishte edhe ambasadori i pranishëm edhe ambasadori Edi shqiptari këtu shema. Po, mirë po unë mendoj se Edi Rama ka një hall tjetër. Edi Rama e din se të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, politikani më i preferuar shqiptar i të gjitha trojeve është Albin Kurti. Dhe kjo me siguri se i pengon Edi Ramës. E shikon nga këndvështrimi betejës për plasjes në sferën e ndikimit. Po, ai ashtu e shikon, ai e din se Albin Kurti është më i pëlqyer dhe pastaj ai tani përpiqet që të imponohet si lider i gjithë shqiptarëve, mirë po atë imponimin e bën duke ushtruar influencë mbi kryetarët e disa partive si tjera lider i politike. gjithë shqiptarëve, cili veriun e quan si tokë askujt, zoti Aliu, për në fund duhet të ndalem edhe te ligji që paralemrohet për përfaqësim drejt. Besoj se keni pasur qasjet e draft projekti. Me që keni qenë ministër i shoqërisë informatike dhe administratës, ashtu ishte se gjithmonë e harron. Tash është ndarë në dy ministri është, po. Dua t'ju pyes, a do të mund të rregullohet si duhet kjo çështja e përfaqësimit të drejt me projekt ligj? Projekt ligjin, po mendoj. Dëgjoni, tash nuk di sa kohë kemi, pasi që këtu ne kam aq shumë informata se kam punuar. Jemi ka shkurt. Atëherë shkurt. Thjesht këto çështje, këto procese ndërtohen edhe rregullohen me ligj. Dhe është shumë mirë që bëhet një ligj i tillë, pasi që abuzimet edhe me ligjet mund të ndodhin, po është shumë marrën të ndodhin edhe ka mundësia më e vogël është. Mundësia është më e vogël, ka organe të cilët më shpejt mund të reagojnë dhe të prevenojnë këtë abuzim me ligjet. Sa me balancerin nuk mund të keq përdorur, ma merr mendja. Unë edhe haptas kam bërë edhe një pres më duket përpara një viti që me balancerin definitivisht kishte një keq përdorim të balancerin nga gjithë palët. Do të thonë ju kishit në veles të regjistruar si shqiptar Maqedona se kështu me radh, edhe secili e Kumanov ndodhte kjo. Në Kumanov me 7 ndodhi, më kujtohet atëherë ishte. Po, nga 11 duket ishte të gjithë ishin kërkojshin shqiptar, u punsuan të gjithë Maqedonës me balancë. Ne si për shqiptarët e kemi pasur edhe ne kemi në program që duhet të ngritet kjo çështje dhe të krijohet të bëhet një ligj i cili një herë për gjithmonë qartë do ta rregullon, le të themi, këtë diskriminim administrativ brenda, po nga ana tjetër duke ngritur cilësinë dhe meritokracinë në institucionet shtetërore. Besoni që ne gjithkohës gojën plot e kemi me Bashkimi Evropian, vlerat evropiane dhe kështu me radhë. Kur vjen në oborin ton dhe të flasim për vlerat evropiane në oborin ton, disi mundohemi t'i anashkalojmë dhe të themi dëgjoj, po mundet edhe nesër, mundet edhe pas nesër. Bashkimi Evropian qartë ka thënë, edhe atëherë edhe sot e thot me zë shumë të lartë. Ju në administratën shtetërore duhet të keni meritokraci, duhet të keni vlera të cilat janë të punësuar, se ato pastaj pasqyrojnë çdo proces tek qytetari, tek biznesi dhe kështu me radhë. Dhe kjo donim apo s'donim neve, e kishim apo nuk e kishim neve në program, kjo do të ishte si efekt i rrugtimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Çka u bë? Me insistimin ton dhe me qasjen në qeveri, neve e boostuam, e përshpejtuam proces krimin e këtij ligji. Më besoni që nëse nuk do të bëheshte sot, do të bëheshte pas 2-3 viteve 4, kur ne do të mrinim në atë klaster i cili do të ai është një klaster atë bazë që do të kërkonte Bashkimi Evropian një pasqyrë të qartë për administratën publike, për procese se si punësojnë nga momenti i hapjes së konkursit deri në momentin e pensionimit të një qytetari, ne duhet kemi si shtet atë rrugtimin administrativ të qytetarit. Kështu që kjo është në linjë me vlerat evropiane dhe unë uroj sa më shpejt të sillet dhe besoj që pas asaj ne do të kemi një administrat shtetëror jo të balancuar vetëm etnikisht, por gjithashtu e balancuar edhe në aspekt të vlerave të administratës që kemi. Opozita shqiptare shpeshherë ju ka akuzuar qeverinë për mos respektimin e përfaqësimit të drejtë gjatë punësimit më ndër. Dëgjoni, fakt kështu e nisëm, si duket kështu do ta përfundojmë. Opozita është puna më e lehtë për ta bërë. Kështu që do të rish përpara një tavoline me 2 kamera, do flasish ato çka ti mendon, gjysma mund të jenë gjysmë të sakta, gjysma tjetër mund të jetë shpifje dhe në fund të ditës ti e plotson veten se ke qenë në kamerë dhe ke thënë diçka. Qeveria është e kundërta e asaj, ti duhet ta nditën të rish në zyrë dhe të punosh për procese dhe të japish raporte në fund. Pra, unë mbaj bindjen që keqpërdorimi ka pasur
ka dhe do të ketë, pasi që jo veçte ne ka gjithande, po nga ana tjetër ti në politik hyn jo vetëm për të shohë se çka ndodhen, por të prevenosh dhe të rregullosh atë që nuk funksionon. Kështu që ky ligj besoj që do t'i kalon gjithë ato mangësi që i kemi, të paktën mos ta harrojmë edhe diçka, ne ende jemi me atë qasje mentale, mindset të ballkanik që çdo herë mundohemi ta gjejmë atë hapësirën ku mund të lëvizim ma lehtë dhe mos kemi shumë korniza për të lëviz. Edhe kjo besoj që unë nuk mendoj që nuk ka, besoj që ka edhe tentime të tilla të bëra, por politika është kjo, çdo ditë të merresh me probleme, ti zgjidhish ato, të gjejsh forma tjera si ti parandalosh kështu me. Në këto minutat e fundit, po paralajmëroj edhe fundin e emisionit Dialog me Lajm të 13-in me radhë. Zoti Aliu, zoti Nesimi, ju falenderit për kontributin dhe vëmendjen për këtë emision. Falenderit shumë, shumë falenderit.